Shqiptarëve musliman të qytetit e Vlorës dhe më gjerë, jo vetëm atyre shqiptar, por të gjithëve atyre të cilët e ndjejnë veten e tyre me zemër tek Zoti i gjithësisë, këtë ditë feste, këtë ditë të Kurban Bayramit, dhe të gjithë atyre të cilët kanë bërë njët për të bërë kurbanet e tyre, Zoti ju ja pranoft, si atyre që kanë prerë, si atyre që kanë pranuar kurbanin, qoftë kjo ditë një piknisje për të mbizotruar paqja në vendet e konfliktit, në ato vende ku sot po bëhet zullum, po vriten fëmijë si në Gaza, po ashtu edhe në Ukrainë. Zoti e ndaloft një minutë më parë, ata fëmijë të gjejnë lirinë e tyre dhe të gëzojnë si çdo fëmijë tjetër në mbar botën, dhe konfliktet mbarofshin një minutë më parë. Zoti na dhënë paqe, dashuri dhe harmoni mes njëri tjetrit. Sot kam ardhur në komunitetin musliman për të uruar besimtarët musliman në këtë ditë festë të tyre të Kurban Bayramit, dita e paqes, e harmonisë, e dashurisë, e sakrificës, e falënderimit të Zotit dhe e dhuratave që e kanë tradit për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Edhe uroj që shumë njerëz jo vetëm në këtë ditë, por në gjithë ditë e vitit të mendojnë për ata që kanë nevojë, edhe uroj besimtarët musliman gëzuar të kalojnë të ditë feste me familjet e tyre kudo që janë. Që ne festojmë rregullisht, është Kurban Bayrami, një ditë që mbi të gjitha shpreh besimin tek Zoti te Allahu, besimin e njerëzve vërtet besnik, për arsye të historisë që ka kjo fest, dhe do t'ju uroj të gjithë besimtarëve musliman këtu në qytetin e Vlorës, në Qak, në gjithë Shqipërinë, kudo që janë, gëzuar këtë fest, kenë mbarësi, mirësi dhe suksese në jetën e tyre. Uroj gjithë besimtarët musliman gëzuar festën e Bayramit, Zoti ja pranoft kurbanin dhe sakrificën e tyre. Le të jetë kjo ditë e bekuar si një ditë dhe kujtesë e vlerave më të mira njerëzore, solidaritetit, mëshirimit dhe faljes. Qofshi gjithmonë të bekuar e të rrethuar nga besimi dhe Zoti dhe dashuria e Zotit. Uroj gjithë vlonjatët e gjithë shqiptarët gëzuar festën e Kurban Bayramit, festën e sakrificës, së besimit dhe dashurisë. Uroj të keni shëndet edhe sa më shumë harmoni në midis nesh. Uroj gjithë besimtarët musliman për këtë festë, e cila është festë e paqes, festë e harmonisë, por njëkohësisht jo vetëm besimtarët musliman, por gjithë, sepse në fundit kjo është feste jona, e përbashkët, dhe në këtë kuadër është, këto na kujtojnë dhe janë dhe si pikë lidhje, pikërisht për të na kujtuar edhe këtë harmoni, këtë veçorit kaq të vyer që kemi ne si popull, dhe që duhet ta mbajmë me shumë krenari dhe me shumë dinjitet, dhe që në vetvete na dallon në gjithë aspektet e veçantë të jetës sonë, krahasimisht edhe me të tjerët. Një gëzuar të përzemërt për gjithë besimtarët musliman në këtë ditë që tregon sakrificën dhe përkushtimin ndaj Zotit, dhe vërtet është një ditë e besimit musliman, por është një ditë përkushtimi ndaj Zotit që u referohet gjithëve, duhet gjithë ta reflektojmë, sepse padyshim që është një ditë ku zemra e mirë edhe përkushtimi janë ato që do të na bëjnë të bëjmë edhe punë më të mira. Gëzuar për gjithë, shëndet dhe mbarësi. Nga pritja e Myslinisë Vlorës, gjej rastin të uroj gjithë besimtarët musliman, gëzuar festën e sakrificës, dhe kam një lutje dhe një thirrje për gjithë besimtarët gjatë lutjeve tona ditën e sotshme. Le të lutemi për gjithë ata që me të vërtet sot gjenden në momente të vështira, dhe në këtë ditë feste nuk i gjenë në fest, por i gjenë në një sakrificë apo sakrificat të dimshme që heqin. Le t'i bëjmë ata pjesë të lutjeve tona, Zoti ndihmoft dhe u sjell paqe dhe mirësi sa më shpejt. Bashkia e Vlorës juron gjithë qytetarëve vlonjat dhe në veçanëri komunitetit musliman në këtë festë të sakrificës, gëzuar, solidariteti dhe paqja zotroft gjatë gjithë jetës tyre, dhe mbi të gjitha në këtë ditë veçantë jetë një ditë reflektimi për të kuptuar dhe mirë kuptuar dhe dëgjuar zemrën tonë për veprat e. Në këtë ditë shënuar të Kurban Bayramit, urojmë gjithë besimtarët musliman gëzuar Kurban Bayramin, sa më shumë paqe, harmoni, begatin, familjet e tyre. Që fest e shënuar për qytetin e Vlorës, i urojmë të gjithë besimtarët gëzuar të fest dhe të gjithë që kanë agjëruar, Zoti ua pranoft. Urime për gjithë qytetarët e Vlorës dhe gëzuar. Është një ditë e shënuar
për të gjithë besimtarët, shqiptarë dhe mtutje dhe mgjerë. Kështu që në këtë ditë të shënuar, unë duhet të them vetëm fjalë të shënuara. Gëzuar Kurban Bariami, paqe, lumturi, harmoni, shëndet për të gjithë shqiptarët dhe të gjithë besimtarët muslimanë. Urimet në të mira për festën e Kurban Bariamit gjithë besimtarëve. Paqe, qetësi, shëndet, lumturi në familjet e tyre të gjithëve. Të rastit me festë me ftiu të Vlorës dhe në krajësinë tonë, shëroj që t'i uroj gjithë besimtarëve vlonjat, gjithë besimtarëve shqiptarë, gjithë qytetarëve, përgjithësi gëzuar Bajramin.